E kaluara nacional çlirimtare mbetet një rast i mirë për të dalë bashkë në publik dy aleatët e rinj, Rama dhe Meta. 5 maj, dita e dëshmorëve, u zgjodh nga Edi Rama dhe Ilir Meta për daljen e dytë publike pas asaj të nënshkrimit të marrëveshjes politike në Shkodër si simbol i bashkimit të tyre politik, ideologjik dhe programor. Këtu në këtë 5 maj jemi krenar që ka përcyen mbi të shkuarën që na ndante dhe u bashkuam për të shkuarën që na bashkon, për të shkuarën e atyre idealeve që i dhan jetë gjithë lëvizjes madhe socialiste e progresiste pas vitit 90. 5 maj është jo vetëm një ditë shumë e rëndësishme kujtese dhe nderimi, por edhe frymëzimi për të ardhmen, dhe jam i bindur se edhe 23 qershori që kemi përpara do të japi me pjesëmarrjen masive gjithë qytetarëve shqiptar një kontribut të rëndësishëm për i të ardhmen më të mirë të Shqipërisë. Aleancës Meta Rama ju bashkuan në këtë 5 maj edhe Skënder Gjinushi. Kritik i ashpër gjatë kësaj periudhe për bashkëpunimin mes PS-s dhe LSI-s. Ky 5 maj përkon edhe me fushatën zgjedhore dhe me sa duket majtëve ju takon përsëri ta çlirojnë Shqipërinë me 23 qershor, sepse tek ne nuk bëhet fjalë thjesht për një rotacion, por bëhet fjalë për një rilindje të vërtet shqiptare. Pas vitesh me radhë që festonin të ndarë ditën e dëshmorëve, por edhe 29 nëntorin, festën e çlirimit, dy protagonistët e së majtës lëshuan të njëjtat apele për atë që e cilësuan si ndryshim të gjendjes në vend dhe integrimin evropian.